ideja që të mbrohemi në një farforme të pakujdesshme duke e përkufizuar aktakuzën për brenda veprimit të UÇK-s, ne ram në kurthin ton, realisht, unë mendoj. Tani, kjo është shumë e rëndë për çfarë po flasim, është shumë e komplikuar, sepse kishit marshet që u mbajten me qindra mijë njerëz në mbrojtje të vlerave të UÇK-s, me plot të drejtë. Problemi është, çfarë nëse ndodh ajo çfarë apostrofohet këtu nga një vrojtim okular se mund të ketë një dënim me insistimin e gjykatësit gjerman, ose kujdo tjetër. Atëherë ne na duhet një proces tjetër i rishikimit të asaj se si do të përkufizohet e gjithë lufta dhe momenti i shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Dhe ne si shoqëri, në këtë ndarje që kemi, mos harroni Kurti nuk ishte në marshin e fundit prezent. Ja, nuk ishte. Zonja Osmani ishte, një tentim i një rikuperimi, dhe në anën tjetër keni një pjesë të popullatës, ju përmendet LDK-n, e cila tentoj në një moment shumë interesant dhe delikat, që të ndodh një reconciliation quhet, një farpajtimi në përmjet rezolutës duke tentuar që ato që kanë ndodhur në të 90-tat. Tani unë vetëm po e them një gjë që është shumë vështirë të kthehet në realitet, ka pas njerëz që kanë pranuar në derën e shtëpisë 1 kilogram kafe dhe një peshqir, që janë simbole të vdekjes në familjet shqiptare. Ata që kanë pranuar e din. Tani ka edhe deklaratat e Ganigecit. Është edhe komunikata numër 59. Ne lejuam që këto gjëra të bëhen përshkrimi i konfliktit të brendshëm në Kosovë. Kjo duhej të adresoj diku tjetër. Çështja se Rugova me insistimin e plotë të tij tentonte që të përshkruante Serbinë ashtu siç ishte, dhe në anën tjetër të përshkruante qoftë formacionet që quheshin FARC në një moment të Ministrisë Punëve të Mbrojtjes Kosovës dhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës, sepse këto tani mandej besoj në bisedë të mos xherohem, do të ketë refleksionin në këtë se çfarë po ndodh tani me lojën e dytë të Kurtit duke tentuar që familjen Jashari ta tërheqë në njërin anë. Familja Jashari nuk i takon as njërës anë, as anës tjetër, i takon luftës. Do flasim më të po, Martin? Jo, në vim edhe ta saj, kjo për të analizuar jo, se ne kemi bërë një emision çfarë ka bërë gabim Shqipëria me Kosovën, ndoshta ky është momenti që të flasim për gabimet që vetë Kosova bërë, ndoshta me Kosovën nga entuziazmi, ndodhe si me tani më kujtua fakti që Kosova fitoi në gjykatën ndërkombëtare, pra u ligjëru pavarësia etj nga e drejta ndërkombëtare, dhe pikërisht në ato momente ndodhin këto dy autogole, le të themi. Po, gjykata, ndërtimi i kësaj gjykate, edhe tani, po në historinë që do të shkruhet për Kosovën, do jetë një njollë e zezë dhe një pikë e skandaloze për vetë historinë e Kosovës. Dhe ndodhi si me shpiksin e helmit që për ta provuar e piu vetë. Dhe nga ana tjetër, testi i kësaj gjykate duhet t'ishte zoti Haradinaj, Limaj e tjerë, të cilët fituan pafajësinë. Në këtë gjenerat ose në këtë paralele mund të diskutohen të dy, sepse edhe Haradina dhe Limaj në këtë nivel grade në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Dhe atemi Troç në ato periudhë, se cili ishte në thojza qeverim vete, pra ishte komandanti zonës vetë, në zonën e vetë, nuk ishte një krye komandant. Pastaj me afrimin e marsit në të 90-s, aty pastaj pati një tendencë nga forcat e huaja, le të themi, për ta futur një farë struktura piramidale, zinxhirin komandues UÇK. Pa dyshim, sepse ardhen e General Çehut e tjerë, apo jo? Unë e kam të provuar vetë me prova që kjo lloj ushtrie ishte vërtet jo e organizuar në atë mënyrë, po ishte në lokacione e organizuar sipas mënyrës vetë. Ajo që ka thënë Ndjeri Rugova, grupet organizuara që mbronin pragun e shtëpisë. Pragun e shtëpisë. Siç ishte edhe e vërteta. Siç bëri Adem Jashari. Në luftën e Kosovës, unë kam qenë drejtori i Radio Tiranës për hizë vërtetës në gjithë ato kohë. Telefoni i Radio Tiranës ishte adresa kryesore e gjithë atyre
me të cilët kam fol vetë, që nga general Katana, Agim Ramadani, e plot të tjerë, ca në Koshare, ca në Drenic, ca në Deçan, në gjithë kush flisen nga një zonë, por nuk kishte asnjë lloj dienie për të tjerë. Dhe pyesnin a kanë ardhur në Kukës, ku janë, edhe gjerë edhe tek të afërmit e tyre. Domethënë, ishte një luftë e cila nuk kishte atë zinxhirin e komandimit të klasik që mund të kishte një luftë. Që sot pretendohet si pjesë e pretendës prokurorëve. Nga ana tjetër, ne mund të flasim shumë për gjykatën e Hagës, por ajo çka më duket e pa imagjinueshme për Kosovën është fakti që qoftë Vjosa Osmani, qoftë Albin Kurti për 5 vjet nuk kanë thënë një fjalë për luftëtarët që po gjykohen, dhe vjen një miting dhe fjala vjen presidenti i Kosovës me gjithë respektin, duket sikur po bën një fushat elektorale për zgjedhjen e vet presidentit të Republikës, sepse unë nuk e gjykoj ndryshe. Para se të shkojmë te kjo është pjesë interesante. Nura, në bordën e paqes themi Rama bëri të kthehen kokët, dhe sigurisht e ktheu vëmendjen, u duk me aq sa mund e pam ne që ja toroqi vëmendjen presidentit amerikan, ndoshta me atë trukun e përmendes së emrit të ish prokurorit Jack Smith. Aty pam dhe zonën Osmani gjithashtu ofrua dhe u duk që flisnin për këtë çështje. Mendon që mund ndryshoj diçka pas temi, pas atij fjalimit të Ramës? Unë besoj ke intuita e Ramës. Intuita në rregull. Që kap momentin. Ka kapur momentin, por ka kapur momentin dhe momenti nuk është momenti, por gjithë retroshena pas. Dhe saktë ne po flasim për 2 procese të ndryshme të liderëve të njëjtë të UÇK-s. Po ky është një proces qartazi politik. Ka ndodhur në një moment politik, domethënës, dhe po vazhdon të procedohet në mënyrë politike. Unë po lexoja interpretim përjetimi që kishte për kolegu aty. Dhe përjetimi është shumë i qartë. Kur i referohet Gjermanisë dhe gjykatësi gjerman, po ta kthesh në histori, mund të kujtojmë shumë mirë rolin që ka pasur Gjermania në periudhën e procesit kur vetë Hashim Thaçi ka qenë nga partizanët kryesor të pranimit të kësaj, se ka ardhur me presion ndërkombëtar, ndërtimi i kësaj gjykate. Mos e harrojmë këtë gjë. Por edhe me një vullnet pastër të klasës drejtuese politike, dhe kjo duhet thënë. Po pra vetë Thaçit. Me besimin jo vetëm Thaçit. Me besimin, po Thaçi ishte... Por për shembull vetë vendosja ka qenë haptazi kundër. Edhe Aleanca ka votuar. Edhe Aleanca ka votuar kundër. Me që kemi të bëjmë me një proces qartazi politik, unë besoj që Rama, po me atër dhe sigurisht Rama është kryeministër, mund të lëvizit gjitha analet diplomatike për të quar këtë vullnet, jo vetëm në një komunikim me presidentin e Shtëpisë Bardhë, po dhe me rrugë të tjera për ta bërë politik deri në fund. Sepse këtu ka nevojë për një qasje politike, procesi politik. Atë që bëri Recep Selimi fjalën ti, pra ai tha mbrojtja e tij ishte mbrojtje e qartë dhe e pastër politike. Pra ju doni të njollosni, nuk e keni me ne. Ju e keni me Ushtrinë Shqiptare, me luftën për çlirim të Kosovës. Luftën për çlirim të Kosovës. Atëherë, qasja politike nga mund ndryshoj. Unë nuk besoj nga asnjë nga anëtarët e Bashkimit Evropian, për arsye krejtë ndryshme, për pozicion që kanë. Kjo qasje mund vi vetëm nga Shtëpia e Bardhë. Dhe Rama mbolli një farë aty. Po hodhi idenë që shiko, mund të reagohet, kemi një prokuror i cili në procesin tuaj ka qenë i njëanshëm, paktën kështu unë e lexoj. Dhe ky është po një prokuror që është i njëanshëm. Zoti Trump besoj s'ka nevojë të thosh fare këtë. Mjafton ti përmendesh që ka qenë ai prokuror. Edhe nuk e di, duat në mënyrë redaksionale që edhe komunikimi ka qenë. Pyetja e Trumpit ka qenë nëse bëhet fjalë për atë apo jo. Dhe Rama dhe i përgjigjet. Po, ka qenë ai, është ai pra. Domethënë, e gjitha kjo mund të sjellë një proces tjetër politik të kundërvjet. Unë nuk e di se nuk jam ekspert i drejtës ndërkombëtare. Po, Kosovës i lind dhe drejta që këtë që ndërtoi, e cila u konvertua jo në proces juridik të pastër, po në proces politik të pastër, ta zboj. Si ta zboj? A zboj do ta? Me parlament, si që ndërtoj. Si zboj? Po, a janë ekuilibrat politik në Kosovë? A është lënë në paskrave historia e shkuar, gjitha përplasjet? Ju referua zoti Abazi, jo në mënyrë diplomatike. Unë e di që ka pasur një përpjekje nga Tirana, kështu underground, që
Po dhe Tirana, sigur ja. Por përgjigja ka qenë heshtje. Përgjigja ka qenë heshtje, ndoshta edhe me argumentin politik që Kurti thotë unë kam votu kundër, tash unë jam kryetari i shtetit, kryetari i qeverisë. Po, Kurti ka pas në dorë këtë. Nuk mbaron me Kurtin, vazhdon më tej. Edhe kjo është një sekond. Kjo është Kurti ka patur në dorë këtë, përveç pjesës që ka lidhje me ndjeshmëri politike tjerë, Kurti ka pas në dorë këtë, që në momentin duhet kishte lexuar aktin e themelimit të gjykatës. Dhe në aktin në nenin 1 thuhet shprehimisht se për çfarë është ndërtuar kjo gjykatë. Dhe devijimi i akuzave nga kjo, Kurti dhe kush duhet presidentja, gjithë klasa politike në Kosovë, duhet kishte ndërmarrë akte për që ta ç'bënin thuhet. Po, më mirë vonë se akte diplomatike, Dëgjoj. Ja vetëm këto gjerë pas për dyre. Njerëz pranë Albin Kurtit, po t'ulesh me ta në aeroport apo në avion apo në kafe, thonë të gjitha gabimet që ka bërë gabimet, pra gjërat që duhet bëjë Albini dhe si ka bërë. Për shembull, për 4 komandantët në 6 vjet, në shteti i Kosovës janë dhënë 35 milion euro për mbrojtjen, dhe Thashit dhe Veselit ju kanë ikur 2 avokatët më të mirë se nuk kishin t'i paguanin. Ndërkohë që një koleg nga Kosova po më thoshte që në rastin e Kroacisë, vetëm për një rast, shteti kroat ka dhënë 45 milion euro për mbrojtjen. Për Gotovinën. Po, pra e para kjo. E dyta, që sërish thuhet, por... Ante Gotovina ishte dhe figura qendrore dhe më përfolur, këtu janë 4. Roli i shtetit pra është. Në 6 vjeta. Tjetra është që Albin Kurti, dhe këtë e thonë njerëzit e Albin Kurtit, por nuk e bëjnë, dhe kjo tregon arsyem se nuk e bën Albin Kurti. Albin Kurti është sovranisti përballë amerikanëve dhe gjithkujt, kur ka interesat e tij populiste në Kosovë, apo jo? Nuk i bën syri tërë. Thua e ka shiruar ai dhe jo familja Jashari me shok. Mirë po, kur vjen punat e ndryhyrjet e kjo gjykata që thot Martini me drejt, s'kemi që bëjmë aleatëve. Nuk kanë problemin që e kanë votuar kundër ata. Se ti në momentin që e ke votuar kundër, dhe ke mundësin ta zhbësh ato që kanë bërë gabim tjerët, dhe ke votat e qytetarëve, votoje. Pra, kjo është mungesa e sinqeritetit dhe mos dalja do të mbi vetën dhe mbi politikën e ditës dhe mbi atë territorin e vogël të Kosovës nga ana e politikanëve të vegjël. Në momentin që të vihet në diskutim UÇK-ja dhe pavarësia, legitimiteti i tyre, në atë moment ti du t'i lësh të gjitha me një anë, nëse je burr shteti, dhe të veprosh. Jo të thuash se diçka po, i vetmi që më ka mundur sa herë kam pas përballë ka qenë Hashim Thaçi. Ai vetë votoi gjykatën, unë kam dorë të bëj diçka, po s'do e bëj. I vetmi që më ka mundur sa herë e kam pasur përballë ka qenë Hashim Thaçi. Kështu që me që s'ka ta paguaj avokatin, le të kalbet atje se unë me që më ka mundur për Hashim Thaçi nuk do e votoj projekt rezolutën, po do e votoj projekt rezolutën dhe kanë bërë gabim ata që kanë votuar PDK-s në këndvështrimin tim dhe kanë parë shumë të PDK-s që nuk ishin dakord, por për sy e faqe, LDK-ja ka bërë shumë që nuk e ka votuar, se kjo është pas pilafit, të themin e. Pra, kanë patur gjithë kohën e Perëndis për të ndërmarrë akte konkrete në favor të komandantëve, dhe vetëm pas ju fituan zgjedhjet sërish, votohet një projekt rezolut. Nesa, ishte dhe simbolika, Kim? Kjo, du të kemi kujdes, mendoj, për, pra po them, se ku e mbajmë fokusin e goditjes, gjithmonë duke ruajtur Kosovën edhe pavarësinë. Tani, tërheqja, pse Kurti nuk e bën këtë gjë. Kurti as nuk është i interesuar që të merret me gjykatën e dhomat e specializuara, dhe as nuk ka qenë i interesuar që realisht të krijojë një mundësi të një rikuperimi të partive politike të cilat janë të afërta me Edi Ramën. Sepse ju mund të pyetni cila është arsyeja që Rama u vendos në procesin e mbrojtjes së Hashim Thaçit me kaq ngulm. Dhe unë mendoj që këtu gjendet përgjigja pse
konflikti Rama-Kurti ka sjellur Shqipërinë dhe Kosovën në situatën e një